se u bashkuat edhe një herë në pjesën e fundit të gatimit, këtu në rezen ton. Ju kujtoj edhe një herë për anvisat që sapo erdhën në shtëpi. Kemi përgatitur një makaron me mish pule dhe salcë kremoze të bardhë dhe një tavë me patlıcan, ndryshe nga tavat e tjera, patlıcan, patate, vezë, djath, galete me radhë, që kemi vendosur në furrë për të pjekur. Ju premtuam që do të përgatisim një hallë me miell mistri, ndërkohë i kemi produktet në tryezë, si që shihni, sheqerin, miellin, portokallin, arrat, kanellën. Dhe aty kam vendosur 2 lugë sheqer që të karamelizohet. Atëherë, ullë nxehtësin dhe filloj Opa, ullë tani e ngurtëson pjesën e punoj të masë që unë kam këtu, e shtoj të ujë nxehtë. Të ujë nxehtë. E largoj. E heq direkt kujdesë më. Shtoj kanellën, sikurse dhe fetat e limonit apo portokallit. Kam miellin e mistrit, sheqerin, sikurse dhe susam. Po të doni si kapishe, çfarë të dëshironi ju, ara, bajame, lajthi. Çfarë të vi përmbare, çfarë keni në shtëpi? Shtoj, se më pas unë do t'i largoj. Që të marrin. Tani po i bie më shkurt. Pra do shtoj të i gjithë portokallin, një portokalli plot, me gjithë lëkurë. Tani, të gjitha këto, i largoj, se nuk më duhet. Më duhet vetëm një të nxerë këtu. Kuqet po, të ka viset pjesa e... Dhe sa të ngrohet. Pra, i lëngu të tjetë për t'ja shtuar më pas miellit. Po, sherbeti. Sherbeti. Këtu kam arat. Pa tjetër që dhe nuk po duhet i thërmoj shumë, por të jenë të bimcuara. Ja. Do më duhet të shtoj vajin, sikurse dhe sasin e miellit, që duhet diku të kem 2 gota. E lë pak sa të ngrohet dhe 1, 2, tamam është masa. Të marrë më ndjes, pardon, një lugë druri këtu. Sepse tani duhet pa tjetër që të trazohet në mënyrë të vazhdueshme dhe të marrë atë formën e duhur. Aromat pastaj të kanellës, të portokallit, dhe ëmbëlsia e sheqerit. Edhe shumë pak, duhet ujë, shumë pak, sepse e shoh që do ketë nevojë për pak fare. Aq, po. Nëse shumë mirë, është e këtu, dhe do të shtoj dhe masën tjetër të sheqerit. Ja.
kam ndezur unë këtë. Që do vazhdoj të zjej, të shkrihet dhe pjesa tjetër e sheqerit, se është dhe sheqeri karamelizuar. Derisa të shlirohen aromat. Një pjekje, një aromë që lëshohet nga mielli. E mirë është vjen ajo aroma karakteristike e miellit të misrit, të olës. Ngjyra është kështu e një trajtshme, që për të dalluar dhe për të kuptuar pastaj dhe cilësinë e miellit. Pak mente brenda. Jap një aromë akoma dhe më të fuqizuar. Nga një ranë shkrin sheqerit, trashet pak sherbeti, dhe nga ana tjetër kemi mielin e misrit në vaj, që t'i lëm pak kohë të piqet, ndërkohë bashk i hedhim një sy listës të shkruar të produkteve, hallë me miell misri, me arra dhe me fara susami, arra të coptuara, po ashtu farat e susamit siç janë, barat apo të zezat, ose një miks të tyre, dhe së bashku i lexojmë dhe njerë përbërësit e recetës së hallës, e gatuani kur të dëshironi ju, 2 gota sheqer, 4 gota ujë, raportet e përbërësve, 2 feta limoni ose portokalli për aromën që do të marrë hallva, 2 shkopinj kanele, 1 gotë me vaj lule dielli, 2 gota me miell misri të trash dhe 1 gotë me arra të grira edhe këto trash, po ashtu dhe 2 luggjelle me susam. E përgatitëm fillimisht sherbetin, më pas kaluam tek mielli i misrit për ta. Që fillon dhe zverdhet, akoma dhe më shumë. Do të shtoj farat e susamit. Sti ka pishe, çfarë të keni ju? Jo se do t'i bën të keq edhe rushti thata ose boronica, po të thata atë, në frutat e thata. Fillon dhe lëshon aromën e vetë mentja. I jap edhe një ekzekutim prerjes së arave. Derisa të na marri pak ngjyrë. Derisa të na marri pak ngjyrë, unë filloj dhe direkt shtoj dhe pjesën e arave. Nëse s'keni asgjë nuk shtoni, absolutisht, nuk është të thënë që duhet shtoni patjetër diçka. Derisa bëhet edhe mielli, unë po sjell tavën me patlıxhan. Se shoh që ndyra ka kaluar në sipërfaqe. Marr një sit që të kaloj lëngun e shërbetit. Erdhi tava. Të dyja punët paralelisht. E kanë lëshuar aromën, edhe kanela, edhe mentja, edhe portokalli. Ja, se i lëshoj këtu këto. Kujdes, 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 kujdes. Dhe këtu kam shërbetin. Normalisht, i dhash edhe kohë. Filluan dhe lëshohen aromat e miellit të misrit. Por në këtë moment ndjej pak susamin dhe më pak fare arrën. Pse? Sepse dominon aroma e shërbetit. Do t'i shtoj, sepse nuk duhet t'jetë nxirë, si miell. Ja se ne duhet të gradualisht. Po, pa tjetër që hap pas hapi, e ndoj që në nënvisat gjithë procesin, është sherbeti i aromatizuar kjo që po shtohet, dhe më pas fillon ai trazimi i plot, derisa të trashet. Ulet nxehtësia, derisa masa të filloj dhe të shkëputet nga tigani. Ajo është e duhur, a? Po. Bëhet një masë e bashkuar, shkëputet kollaj si një brum po ta shohësh në fund. Dhe mban këtë aromën
përthyese të elementeve që ne i shtuam, pra kanellës, portokallet. Atëherë, ndërkohë, pjesën e përfunduar në këto gotat pastaj individuale, mund t'i tregojmë, t'i shohim edhe në kanalin ton në YouTube, ku do t'i servirim ne dhe do t'i tregojmë edhe në rrjetet sociale. Si të dëshironi ju, në formë të madhe, në individuale, ja, unë për vete, edhe pak minuta do të razim ajo dhe është gati, ne duhet të shkëputemi tani se na kërkojnë për fleshin informativ hapësirën, ndërkohë ju pres në Bima dhe Shëndeti. Mirë se erdhët përsëri në rezen ton, përpara të kalojmë tek Bima dhe Shëndeti në pritet të doktor Ylli Merjas. Nuk do donim që këtë bukurit të tryezës ta shihni vetëm ne, por t'ja u tregonim edhe juve, edhe pse do të kemi mundësi që ti rilezojmë, ti rishpjegojmë receta. Shifeni pak alvën, çfarë forme ka marrë, disa lule zbukuruese, të cilat të japin gjithmonë këtë anën estetike, por edhe e bëjnë shumë të rritëse. Një gatim, unë t'i mbushni lulëzat të vogla, me reçel, me çfarë që dëshiroj ju shpirti, mjafton, ju t'jeni të kënaqur, edhe me atë pëlqen. Shumë të bukura, shumë të bukura. Pra thuj fjalë mirë, thuj, ha. Unë më dha minutazhe, po më dha. Ama tha gjithmonë qyra vitës, sepse unë para ju shkëndoj, po këtë qyra vitëm, lem qik minutazh, të dali gjë bukur. Të marim sysh. Në format të tilla në kupza. Në kupza, tani ja të vendosit qik edhe këtë tjetrën këtu. Provës më të madhe, ose në thjesht në gotë, nuk është e thënë të kompleksoj që se keni apo jo, por rastet kur doni të gatuani të ëmbëlsirë tradicionale me halvë me miell misri, por e kemi aromatizuar me shijen e portokallit, ju mund të përdoni edhe limonin në të, kemi përdorur kanellën, kemi shtuar fara susami, kemi shtuar ara të prera, të grira në copa të plota, dhe ai trazimi më pas që është shumë i rëndësishëm, pasi kemi shtuar këtë sherbetin me sheqerin e karamelizuar që i ka dhënë vetë ngjyrë më të errët, po ashtu i ka dhënë edhe ngjyra e miellit të mistrit. Të re, qa më doli mua këtu të shti? Kjo. E verdh. Të duesh e verdh kjo këtu, ja i qimë saj këtu. S'ka problem. Shifeni pak pjatën tonë, pjata e halvës. Lexojmë edhe një recetën, çfarë gramaturash ju duhet për përgatitjen e kësaj recete të ëmbël, të vjetër, të traditës tonë, të cilës ne kemi shtuar dhe parat e susamit. Po, merrni përbërësit, shënojni ose bëjni një foto recetës dhe kur të keni kohë që ta gatuani dhe kur të kemi mundësi të komunikojmë së bashku, do të na tregoni se si ju ka dalë. Më pas në përforma, të cilat ju i zgjidhni vetë, një gotë apo një formë të tillë me këto ndarjet, prerjet. Është në dëshirën tuaj ajo. I shkon të ndonjë akullore kësaj për shembull? Mund të shkoj, patjetër. Edhe faktikisht kisha bërë një akullore në mend, akullore sorbet që i kisha marrë gjërat, po sa mirë që nuk i vendosa direkt për t'i bërë, se zëm dilte koha. Që kështu nesër, sa ko kemi, më thuaj. Jo, s'kemi shumë kohë. Ja, 2 sekonda, kemi? 2 sekonda. Ti nga ato 2 minutëshet. Ato 2 minutës më duhet, ja. Është piksur dhe tava, i edhim një sy tavës me patlıcan dhe me patate. Aman që mos të dalë dhe gënjështare në sy të anvisave. Parfeja. Ja, si kemi arritur të nxjerrim dhe të servirim parfen një sekond, me nerv të shikapi që shkoj, po kjo është e ngrirë. Kjo duhet të qëndroj pak. Po të duash të marrësh pak nga parfeja, e heqim të qesën dhe e marrim si çështë, pastaj e nxjerrim si klëf nga. Si thua? Dëgjoj, tani që do vi ylli. Ylli ma be halal sot ma be halal sot, që të mbajta i qik nga pjesa jote, po erdi mami në shtëpi, ja, kështu po të presim edhe në, erdi ylli në shtëpi. Parfen e kemi përgatitur ditën e enjtë ose të premten mos e gaboj, të javës i shkoj, dhe kemi lënë në frigorifer për këto 2 ditë, kështu që mund të qëndroj dhe brenda mund t'i vendosni, siç e tham, feta bajamesh, stika të ndryshme. Dhe ja ku erdhi momenti që ne ta shfrytëzojmë goja lëngë, se është dhe vap. Çfarë dëshë pirun? Ti merrni pirunin vetë. Po se çdo njeri lugën e futë goja vetë, nuk e futë goja tjetrit. Provoje një herë ti dhe nga ty do ta marrim. Këshillën. Nëse e duhur, parfem me kombinimi. Nuk e di nëse kemi kollaj recetën e parfes, nëse e ke regjia mund të na vendosni
recetën e fundit të javës që shkoi, për ta përgatitur, se kishte vetëm panën e ëmbël të cilën do ta ngurtësonim, këto stikat, sigurisht që do t'i përzgjitni, ne do t'i shtonin feta bajamesh dhe po deshët lëkura portokalli, se ka marrë ato ngjyrën dhe aromën i ruhet në shije deri në fund. Mund ta gatuani dhe mund ta servirni në kekun, në hallvën. Mos të harroni një gjë. Pana duhet të jetë gjithmonë e ftohtë. Po, pana duhet të jetë e ftohtë që të marrë volumin. E verdha duhet të jetë gjithmonë në banjë mari, më pas e përzihem avash avash, mund të çojmë recel, mund të çfarë të dëshironi ju, ara të fruta të thata. Ne i shtuam disa lëkura portokalli dhe atë reçelin e lëkurave të limonit. Mos gaboj. I kishim atë që kishim lënë në frigorifer të ngrirë. Aman, mos më shiko kështu se s'po mundem do ta kapërcej. Ndërkohë, kombinimi, se tani ndjes, por nuk e nxjerrim dot nga qesa, sepse është i ngrirë top dhe duhet të qëndrojë vetëm pak sa të qetësohet për të bërë të mundur shkëputjen pastaj nga forma, nga tepsia e kekut, po mundohet Albana, sepse është e ngrirë ngurtësuar. Ja, afton që t'jetë të futet. Por që ka qëndruar ngrirë dhe ne nuk e kemi prekur, ndoshta e prisnim këtë ditë për ta treguar, ndoshta do ta servirim nesër me ndonjë recetë tjetër, por ju mund të shtoni në të, sigurisht edhe reçelin tuaj të preferuar të këtij sezoni, të qershisë apo të luleshtrydhes. Do limoj? Duhet shumë kohë, se ne nuk duam ta shkrim, thjesht ta lëmë që të bëj atë shkëputjen, sa të normalizohet temperatura me jepi një çikepi se ke forcë, jepi pak, hajde. Me temperaturën e dhomës dhe ja. Nikolaj. Urdhëro, kthej mbrapsht këtu. Kthej mbrapsht, siç e ke, mbrapsht. Ja, ti heqim pak qeset, është qeset telefonit. Po këtu me mbrapsht ktheje, tamam. Ah, bravo, dhe të ndihmon kjo, e heq vetë tash ti. Tani është fillon edhe shkrim. Mirë. Na ranë edhe gjyrat nga gjepi kasatës. Tani duhet prerë sepse fillon dhe shohet ajo shkrin. Aq ishte sa u ambientua pak me temperaturën e dhomës. Po, patjetër që po, ja. Ja, qesen këtu që se kemi parë pelikolan. Po. Bukur fort. Është reçeli këtu, shiko? Prandaj. Po reçeli lëkurave se sa receta gatuan, tani më kujtua që kishim atë reçelin e ngrirë që mund t'i vendosnim edhe lëkura. Është reçeli karotës që kemi prerë në. Po. Kjo duhet konsumuar tani se ne e sollëm nga frigoriferi, kështu që të gjithë mund ta provoni për ta shijuar edhe mund ta shijoni edhe me kafen, po deshët. Vetëm faleminderit. Po ashtu na sollët normal. Më dhatë edhe kohë faktikisht, sepse do shpesh herë që unë mos të kem kohën, nga që dhe minutazhi mua nuk më del. Ju falenderoj jashtëmase nga zemra, që pata mundësinë të tregoj parfen, të tregoj të servirura dhe hallvën. Mirë. Edhe një herë mos harroni në kanalin tonë në YouTube, na bëni subscribe, Reze Dielli, klikoni në YouTube, bëni subscribe dhe po ashtu në rrjetet tona sociale, në Facebook apo në Instagram, do t'jenë të postuara me fotot përkatëse. Të lumshin edhe një herë. Ne vetëm pak publicitet, kalojmë me një herë më pas në bisedën tonë Bima dhe Shëndetin, rubrikën me Dr. Ylli Merjan. Ju pres.